Mjeku i epurdhër, mos konsumoni banane nëse vuani nga këto sëmundje. Nga të gjitha vaktet që konsumojmë në ditë, mëngjesi është më i rëndësishmi. Këshilla e ekspertëve thotë se në mëngjes duhet të hamë sikur të ishim mbretër dhe mbretëresha, në sensin e marrjes së ushqyesve më të rëndësishëm të ditës. E megjithatë, këto këshilla shpesh bien në vesh të shurdhër, falë stilit kaotik të jetesës dhe jo vetëm. Në shumicën e rasteve njerëzit nuk kanë kohë të ulen në tavolinë ta në mëngjes, ndaj mjaftohen me një banane. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ky frut është padyshim mirëbërës për organizmin dhe i vjen në ndihmë zemrës dhe trupit. Bananet mirëmbajnë tensionin e gjakut, luftojnë depresionin, konstipacionin, urthin dhe ulçrën. Ky frut përmban hekur, ndaj stimulon prodhimin e hemoglobinës. Por kur duhen ngrënë bananet? Në një kohë kur vlerat e bananës janë të pakundërshtueshme, ekspertët janë të ndarë mbi ngrënien e bananës me stomakun bosh ose plot. Disa ekspertë thonë se bananet janë plot me kalium, fibër, magnez dhe pajisin organizmin me shumë energji. Ato thonë se bananet duhet të hahen çdo ditë edhe për faktin se përmbajnë vitaminat B6. Sipas tyre, bananet nuk duhet të hahen në stomakun bosh për këto arsye. Sipas të dhënave, niveli i lartë i sheqernave u jep energji, por kjo e fundit është afat shkurtër dhe më pas do të jeni të plogësht. Bananet ju ngopin shpejt dhe mund të ndjeni të përgjumur ose të lodhur. Për shkak të aciditetit ju mund të keni probleme me zorrët. Ekspertët britanik shprehen se mirësia e bananës duhet të shfrytëzohet pasi keni ngrënë në mëngjes. Për më tepër, përmbajtja e lartë e magnezit mund të prishë ekuilibrat e kalciumit dhe magnezit në gjak dhe të shkaktojë një efekt të kundërt në sistemin kardiovaskular. Shumë profesionistë janë të ndarë në mendimet se frutat në përgjithësi nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh. Bananet janë një nga frutat më të shëndetshëm dhe më të përballueshëm në treg, por kur i konsumoni ato në mënyrë të tepruar mund t'i japin efekte anësore për shëndetin tuaj. Në këtë video do të listojmë disa nga efektet anësore të ngrënies së tepërt të bananeve. Bananet janë fruta të shijshme dhe shumë të ushqyeshme. Dikush duhet të shijojë këtë frut si një mezet lehtë ose si një shtesë në mëngjes me drithra. Por prisni, megjithatë bananet janë të shëndetshme. Ekspertët thonë se ngrënia e më shumë banane çdo ditë mund të çojë në shfaqjen e problemeve kronike dhe atyre shëndetësore. Por cilat janë efektet anësore të konsumit të tepërt të bananeve? Kur e konsumoni me tepric këtë frut, trupi juaj mund të bëhet shtëpia e disa komplikacioneve shëndetësore, duke mos ofruar lëndët ushqyese të mjaftueshme. Konsumi i tepërt i bananeve mund të bëjë trupin tuaj të vuajë nga mungesa e lëndëve ushqyese. Por çfarë do të thotë kjo? Disa njerëz që ndjekin një dietë me banane duhet të mbahen vetëm me konsumin e këtij fruti, por kjo është e gabuar pasi nuk po japin trupit sasinë e mjaftueshme të proteinës që nevojitet për të punuar pa problem. Konsumi i tepërt i bananeve mund të çojë në shtim të pashpjegueshëm të peshës. Ngrënia e shumë bananeve nuk rekomandohet për ata që përpiqen të humbasin në peshë. Ky frut dihet se ka veti të mira për të shtuar peshën. Mund të nxjisë problemet e kapsllëkut konsumi i tepërt i këtij fruti. Bananet e papjekura ose bananet jeshile mund të shkaktojnë kapsllëk për shkak të përmbajtjes së lartë të nisë shtesë. Mund të shkaktojnë edhe probleme me tretjen. Ngrënia e shumë bananeve mund të çojë në probleme me tretjen. Kjo ndodh kryesisht për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave në banane, dhe konsumi një sasie të tepërt të fibrave mund të shkaktojë dhimbje barku, gazra dhe probleme të fryrjeve. Konsumi i tepërt i bananeve mund të çojë në përgjumje. Bananet janë të mbushura me triptofan, aminoacid që ndihmon trupin të flerë më mirë. Do të rrisë probleme dentare. Bananet janë të pasur me sheqer edhe pse është e natyrshme, kjo përmbajtje e lartë e sheqerit në banane sjell disa dëme në shëndetin tuaj dentar. Bananet kanë zero yndyrna. Është e drejtë. Bananet vijnë me përmbajtje zero yndyrna. Ju mund të pyesni pse na duhen yndyrnat. Yndyrnat janë gjithashtu lëndë ushqyese të rëndësishme për trupin dhe qëndrimin e shëndetshëm. Megjithatë, marrja e yndyrnave duhet të jetë kufizuar dhe duhet të shkoni drejt ushqimeve me yndyrna cilësore në mënyrë që përfitimet e tyre në organizëm të jenë gjithashtu edhe më të plota. Bananet, nëse konsumohen brenda normës së rekomanduar, mund të ofrojnë shumë përfitime për shëndetin tuaj.
Bananet nuk janë vetëm të shijshme, por janë gjithashtu të pasura me kalium, antioksidant, vitamina, biotin, minerale, që të shmojnë shumë përfitime në rutinën tuaj të bukurisë dhe ushqyerjen e flokut dhe të lëkurës. Nëse po pyesni se si mund të përfitoni prej tyre, atëherë mund të gjeni mënyra të zgjuara për t'i përfshirë ato në rutinën tuaj të bukurisë. Bananet ndihmojnë gjithashtu në hidratimin më të mirë të lëkurës. Bananet janë në sekret i lëkurës për hidratimin e mirë. Vitamina A në banane rikthen lagështinë dhe thatësinë në lëkurë. Grini një banane të pjekur dhe prapni në lëkurë të thatë, duke shmangur kontaktin me sytë tuaj. E lini për 20 deri në 25 minuta dhe më pas e shplani me ujë të vakët dhe shijoni lëkurën tuaj me hidratim. Bananet e zbusin flokët. Bananet ofrojnë përfitime natyrore për t'i mbajtur flokët tuaj të bukur, siç është acidi folik, që i bën flokët të shkëlqejnë duke i mbajtur të hidratuar më mirë. Lehtësojnë sytë e lodhur dhe të fryrë. Lëvorja e bananeve mund të përdoret për të zvogëluar fryrjen e syve. Prandaj shijoni një banane për mëngjes dhe pastaj shtriuni dhe vendosni butësisht lëvozhgat e bananes në sytë tuaj. E lini ato për 15 deri në 20 minuta. Hiqni lëvozhgat dhe shplaheni me ujë të ftohtë me një pamje të ndezur dhe të përtërirë. Luftoni edhe problemit e këmbëve të thata. Përfitimet hidratuese të bananeve janë gjithashtu të mëdha në trajtimin e këmbëve të thata dhe të lënduara. Pastroni 2 banane të pjekura dhe prapni në këmbë të pastra dhe të thata. I lini për 10 minuta dhe më pas e shplani me ujë të vakët. Bananet ndihmojnë gjithashtu në një cilësi më të mirë të gjumit. Provoni të hani një banane para gjumit nëse keni probleme me gjumin. Kaliumi dhe magnezi në banane ndihmon në relaksimin e muskujve dhe nxitjen e gjumit. Ajo do të ndihmojë të keni dhëmbë më të bardhë. Lëvorja e pjekur e bananes gjithashtu mund të përdoret për të zbardhur dhëmbët. Prisni një copë lëvore banane, fërkoni butësisht pjesën e brendshme mbi dhëmbët tuaj për disa minuta dhe më pas lani dhëmbët si zakonisht. Përsëriteni këtë ritual 1 herë ose 2 herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike edhe në higjienën tuaj të përgjithshme. Bananet janë një nga frutat më të njohur dhe më të konsumuar në të gjithë botën. Ai shijohet edhe si një përfitim i mirë për organizmin. Banania është e origjinës tropikale dhe besohet të ketë lindur në rajonin e juglindjes së Azisë, pikërisht në Indonezi, Malajzi dhe Filipine. Ajo është kultivuar gjithashtu që në kohët e lashta edhe në Afrikë dhe në Amerikën Latine, dhe përfitimet që japin organizmit e shndrojnë atë në një prej produkteve më fantastike me dobi të larta për shëndetin. Bananet kanë shumë përfitime dhe si të tilla duhet të jenë pjesë e pandërprerë e dietave tuaja. Ato do të rrisin energjinë. Një nga përfitimet kryesore të bananeve është se ofrojnë energji të shpejtë, e cila është e dobishme për aktivitetin fizik dhe sportiv. Ato mbrojnë kundër komplikacioneve. Konsumi i bananeve është i lidhur me një risk më të ulët të sëmundjeve në zemër dhe rritjes së shëndetit të përgjithshëm. Ndihmojnë në menaxhimin e humorit. Bananet përmbajnë triptofan, një aminoacid që ndihmon në prodhimin e serotoninës, hormonit që përmirëson humorin dhe ndihmon në reduktimin e ankthit dhe stresit. Bananet përmirësojnë tretjen. Përmbajtja e lartë e fibrave të banane do të ndihmojë në rregullimin e procesit të tretjes dhe parandalimin e kapsllëkut. Bananet përdoren në shumë receta, përfshirë smoothie, pite, kek, si dhe përbërës të çokoladave dhe ëmbëlsirave të tjera. Ajo gjithashtu mund të konsumohet e freskët si një snack. Bananet duhet të ruhen në një vend të freskët dhe të thatë. Ajo mund të ruhet për disa ditë në temperaturë të dhomës, por vendosja e saj në frigorifer mund të humbasë ngjyrën tërheqëse. Banania është një frut i shijshëm, i thjeshtë për të konsumuar dhe i pasur me përfitime shëndetësore. Ajo është një nga frutat më të njohur në botë dhe nga pjesët më të rëndësishme të dietës për shumë njerëz, duke ofruar kështu burime të shkëlqyera të energjisë dhe lëndëve ushqyese. Konsumi 1 deri në 2 banane çdo ditë mund të shndrohet në një element të mirë ushqyes për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë bananen si një përzgjedhje të mirë për trupin dhe si e tillë duhet të konsumohet me kujdesin e duhur për të marrë përfitimet dhe për të evituar ndikimin negativ të shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.